Leonora Jakupi publikon fotografi nga protesta për ish-krerët e UÇK-s. Në Prishtinë është mbajtur marshi drejtësi o politik në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s. Drejtësi po kërkohet për Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ky marsh u organizua nga platforma Liria ka emër, ku mlodhen mijëra qytetarë në sheshet e Prishtinës. Hapja e marshit u bë nga reperi Liri Kalson me performancën e Ushtria Çlirimtare. Kanë interpretuar po ashtu edhe Ilir Shaqiri me djalin Korabin dhe nipin e tij. Ilir Shaqiri me djalin e nipin kënduan në marshin për ish-krerët e UÇK-s. Pati edhe performanca të tjera që sollën plot emocione, lot tek të pranishmit. Pjesëmarrëse në këtë protestë ka qenë edhe këngëtarja e njohur nga Drenica, Leonora Jakupi. Me anë të një fotografie në rrjetet sociale, artistja ka treguar mbështetje për ish-krerët që ndodhen në Hag.